Horoskopi ditor e enjte 23 tetor 2025. Dashi. Jeni të kapluar nga një ndjenjë pasigurie, dyshimet për të ardhmen po grumbullohen duke krijuar një klim të brendshme disi orientuese. Keni kujdes nga kulmet e tensionit midis të enjtes dhe të premtes. Këshillohet të mos merrni vendime impulsive ditën e sotme. Në çështjet financiare, ata që drejtojnë bizneset e tyre ose kanë menaxhuar dobët burimet, mund të gjejnë veten duke u detyruar të rishikojnë strategjitë dhe buxhetet. Marrëdhëniet familjare gjithashtu mund të kërkojnë ndërmjetësim, shmangni konfliktet dhe dëgjoni mendimet e të tjerëve. Demi, nuk është koha të shpërdoroni energjitë tuaja, zgjidhni gjërat që kanë vërtet rëndësi për ju. Përcaktoni përparësitë dhe lini vend për kënaqësi personale. Në punë mund të mbërrin lajme edhe të mira. Përshtatini ato me qëllimet tuaja dhe vlerësojini me qetësi. Në dashuri, jeni të hapur, beqarat mund të duhet të zgjedhin midis dy interesave, ndërsa çiftet e forcojnë lidhjen e tyre me sinqeritet. Binjakët, është një ditë emocionalisht intensive, diçka brenda jush është gati të ndryshojë. Në punë mund të hasni një problem stresues, qëndroni të qetë dhe kërkoni zgjidhje me besim. Në dashuri, çelësi është ndershmëria, për çiftet është një kohë për dialog me zemër të hapur, beqarët shkojnë për të idealeve të paracaktuara të gatshëm për të papriturën. Gaforia. Dielli në shenjën tuaj dhuron energji, karizëm dhe magnetizëm. Ju jeni qendra e vëmendjes dhe gati për të pohuar veten. Në punë mund të përparoni me vendosmëri, por bëni kujdes të mos i shkelni të tjerët. Ekuilibri është çelësi sot. Në dashuri mund të lindin keqkuptime. Adresojini ato menjëherë qartë dhe nëse jeni beqar, një takim krijues mund të jetë i rëndësishëm. Luani. Yjet ju ofrojnë mundësim për të vënë gjërat në rregull. Mendimet, marrëdhëniet dhe projektet mund të organizohen me fitim sot. Në punë këmbgulja juaj shpërblehet, ju ka përzeni çdo pengesë në mënyrë efikase. Në dashuri shmangni debatet. Komunikoni qartë dhe me qetësi. Është më mirë të mos filloni marrëdhënie tani, por të përqendroheni tek interesat personal. Virgjëresha. Marrëdhëniet, familja, miq dhe puna bëhen thelbësore, dialogu dhe bashkëpunimi dalin si përpartësi. Në punë, duhet të merrni oferta bashkëpunimi, vlerësojini ato me kujdes, deri në detaje, pa u rrëmbyer nga entuziazmi. Në dashuri, qartësia midis palëve është thelbësore, nëse jeni beqar, iniciativa mund të sjellë fat. Por sa kohë që qëndroni të moderuar dhe dëgjoni vërtet personin tjetër. Peshorja. Sot është një ditë e mirë për të përqendruar në projekte afatgjata, vendosmëria dhe qetësia e brendshme bëjnë diferencën. Në dashuri, beqarët mund të takojnë dikë interesant, por nevojit e durim, rezultatet nuk janë të menjëhershme. Akrepi. Po përjetoni një periudhë energjie dhe vendosmërie në punë, shfrytëzoni mundësitë për të zgjidhur atë që duhet bërë. Në dashuri duhet përjetoni ulëngritje, menaxhoni emocionet tuaja me qetësi. Një udhëzues i vendosur me një mendje të kthjellët janë mjetet tuaja fituese për të kapërcyer çdo ngjarje të papritur. Shigjetari. Kjo do të jetë një ditë ndryshimesh dhe mund të hidhni themelet sot. Përqendrohuni tek inovacioni, por shmangni impulsivitetin. Në dashuri, xhelozia mund të krijojë keqkuptime. Qëndroni të qetë, flisni dhe dëgjoni për të ndërtuar mirëkuptimin. Bricjapi, kjo është një ditë e favorshme për projekte afatgjata, vendosmëria dhe qetësia e brendshme do të bëjnë diferencën për ju. Në dashuri, beqarët mund të takojnë dikë interesant, por nevojit e durim. Rezultatet nuk janë të menjëhershme, ekuilibri dhe këmbgulja do të përcaktojnë ditën tuaj. Ujori, është një ditë reflektimi dhe transformimi. Shmangni debatet e nxehta të cilat mund të prishin qëllimet tuaja të vërteta. Në dashuri, jeni të sinqert me partnerin tuaj. Beqarët mund ta përdorin kohën për të shqyrtuar qartë situatën e tyre. Keni kujdes nga shpenzimet e papritura. Monitoroni financat tuaja dhe jeni të kujdesshëm. Peshqit. Një ditë me fërkime në dashuri, shmangni reagimet impulsive dhe kërkoni ekuilibrin. Në punë, sfidat dhe njohja vazhdojnë, ruani fokusin dhe këmbguljen. Pasioni personal mbetet karburanti juaj. Është më mirë të rishikoni strategjitë tuaja romantike përpara se të veproni me impulsivitet.